Nelson Viper është shndruar në një hero të skuadra e 21 vjeçarëve të Gjermanisë. Sulmuesi me 9 shqiptare dhe babai gjerman shënoi golin e dytë për Panzerat në duelin spektakolar ndaj Italisë U21, me kohë në rregull që përfundoi në barazim 2-2, por gjermanët fituan pas shtesave me rezultatin 3-2. Të kaltrit kaluan të parët në avantazh në minutën e 58 me Koleosho, ndërkohë që në minutën e 63 trajneri vendos të aktivizojë Viperin në vend të Trezoltit. Në minutën e 68, gjermanët gjetën golin e barazimit me anë të Voltemat, ndërkohë që për golin e fitores që do të kualifikonte Panzerat në gjysmëfinale mendoi sulmuesi me origjinë shqiptare Viper, i cili në minutën e 87 tundi rrjetën për rezultatin 2-1. Kur u mendua se festa do të ishte e gjitha për gjermanët, ishte Ambrosino që në minutën e 7 të shtesës shënoi golin e barazimit duke çuar ndeshjen me shtesa, dhe pastaj gjermanët fituan me rezultatin 3-2 fal edhe 2 kartonëve të kuq që Italia kishte marrë gjatë 90 minutëshit.